absolutisht i gatshëm ta udhëheq gjerë në fitore. Dhe me shembullin personal të rikthej shqiptarëve votën e lirë. Më shumë se kur. Greva Auris, opsion? Urdhë? Greva Auris është opsion në shtator? Asgjë nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet asnjë variant. Prit. Rëndësit jashtëzakonshme për ne ka që shqiptarët me ndërgjegje të plot të bindën se kjo ishte një farsë dhe jo ajo si që u paraqet propaganda kriminale e qeverisë dhe altoparlantëve të saj, sepse është shumë e rëndë kur shef pseudo-intelektual të bëjnë avokatin e karteleve e akteve mega kriminale të karteleve të drogës në studio televizive. Dhe të thonë se në xhepat e mi s'ka para të tyre. Që ndanë moralin me ta. Ti ke kur pranon veprën e një karteli, ti s'ke as një dallim moral nga ata, më thapë. Je i zhveshur, je një me krimin. Çfarë do ndodhi? Edhe njëherë, me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Cili do që është i gatshëm të luftojë në rrugën e zgjedhur nga Partia Demokratike. Thash, jo jashtë institucioneve. Është i mirëpritur dhe unë një betejë që nuk besoj se s'do ta fitoja, nuk do e nisja. Ndërkohë, jam i bindur se kjo betejë do fitohet.